Hyrja masive e mira e migrantëve maroken në Ceuta që shkaktoi viktima dhe kaos në kufinin spanjoll nuk ishte rezultati një plani të drejtpërdrejtë të autoriteteve marokene. Megjithatë, sipas shërbimeve të inteligjencës spanjolle, ato nuk ndërhyn për të ndalur fluksin dhe më pas e shfrytzuan situatën për përfitime politike. Sipas hetimit, shkaku kryesor ishte përhapja e informacioneve të rreme në rrjetet sociale pas një vendimi të Gjykatës Supreme të Spanjës. Ky vendim u interpretua si një mundësi që emigrantët që arrinin në Ceuta të mos ktheheshin menjëherë duke krijuar bindjen se Spanja do t'i pranonte. Ndryshe nga rastet të mëparshme, autoritetet marokene nuk reaguan për ta frenuar lëvizjen dhe gjatë festimeve të ditës së frontit, kontrollet kufitare u reduktuan duke lejuar kalimin masiv. Pas ngjarjes, Maroku e përdori krizën për të rikthyer në vëmendje pretendimet ndaj dy qyteteve spanjolle në veri të Afrikës. Ndërkohë, imazhet e eksodit u shfrytzuan nga partitë e ekstremit të djathtë në Evropë për të forcuar retorikën kundër emigracionit. Kriza solli edhe reagim në Bashkimin Evropian, përfshir masa të përkohshme nga Italia dhe kërkesa të disa shteteve për politika më të ashpra të emigracionit.